E vërteta e klasifikuar për Maldek dhe origjinën e Marsit. Midis Marsit dhe Jupiterit ndodhet një zonë e mbushur me copëza shkëmbinj të shpërndar, rripi i asteroideve. Por, a është ky thjesht një mbetje kozmike? Apo dëshmi e një planeti të zhdukur nga historia? Sot, zbulojmë të vërtetën e klasifikuar për planetin Maldek dhe si kjo mund të ndryshojë gjithçka që dim për origjinën e Marsit. Marsi është një planet i çuditshëm. Njëra anë është e sheshtë dhe e qetë, tjetra e përçudnuar dhe e mbushur me kratera. Graviteti i tij është i dobët për madhësinë që ka. Tokat e tij përmbajnë izotope që disa i lidhin me shpërthime bërthamore të lashta. Dhe forma e terrenit ngjason më shumë me një hënë sesa me një planet të plotë. Këto anomali janë rastësi? Apo ka një shpjegim më të thellë? Shkenca tradicionale thotë se nuk ka pasur asnjë planet të shkatëruar. Hipoteza më e njohur, e quajtur Phaeton, propozon se ndoshta ka ekzistuar një planet i quajtur kështu, por ai nuk u formua kurrë plotësisht për shkak të ndikimit të fortë gravitacional nga Jupiteri. Rripi i asteroideve, sipas kësaj teorie, është thjesht një dështim i formimit planetar. Por një teori alternative sugjeron ndryshe, planeti Maldek dikur ekzistonte aty ku është sot rripi i asteroideve. Ai mbante një civilizim të avancuar, ndoshta edhe më të zhvilluar se Toka. Një luftë teknologjike, ndoshta bërthamore, çoi në shkatërimin e tij. Marsi ishte një nga hënat e tij. Dhe kur Maldek shpërtheu, Marsi u largua dhe u vendos në orbitën e vet rreth Diellit. Kjo do të shpjegonte gravitetin e ulët, formacionet e çuditshme dhe atmosferën e hollë që nuk përshtatet me planetet e tjerë. Shumë shkencëtarë i kundërshtojnë këto teori, duke i quajtur fantastiko-shkencore. Ata theksojnë se nuk ka prova të qarta për një shpërthim planetar në atë rajon. Të dhënat e NASA-s nuk tregojnë struktura të ndërtuara ose mbetje teknologjie në Mars. Sipas tyre, dallimet në sipërfaqe janë thjesht rezultat i proceseve gjeologjike. Një planet i zhdukur, një satelit i kthyer në planet, dhe mbetje të një civilizimi të lashtë të varrosur në rërat marsiane. A është kjo thjesht teori? Apo një sekret që dikush nuk dëshiron të zbulohet? Maldek, fiksion i lashtë, apo histori e harruar? Po ju, çfarë mendoni? A ishte Marsi dikur një hënë e një planeti tjetër? Shkruani mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë histori të pazakonta nga universi.